Ka figura në historinë shqiptare për të cilat dim shumë, por në të njëjtën kohë dim shumë pak. Ali Pashte Pelena është njëri prej tyre. Një njeri që u ngrit nga varfëria, u bë sundimtari më i fuqishëm i Ballkanit dhe përfundoi i trajtuar nga ata që i kishte ngritur vetë. Sot po ju tregoj disa të vërtetat që nuk ju janë thënë kur për të. Ali Pashte Pelena nuk korrit në luks. Përkundrazi, ai lindi në një familje që pati rënje të madhe ekonomike. Babai i tij keqherët, nëna e tij Hanko u bë figura kyçe që i mbajti gjallë ambicjet e Aliut. Shumë historian thonë se ishte pikërisht Hankoja ajo që i ushqeu të kibiri ndjenjen e qelikut. Nëse nuk lufton për veten, askush lufton për ty. Kjo filozofi u bë themeli i karakterit të tij. Por ka një fakt që shpesh nënshkalohet. Aliu si i ri nuk ishte vetëm luftëtar. Ai ishte një strateg i lindur. Në moshë të re, Aliu filloi të krijonte aleanca me baraktar lokal. Dhe këtu vjen sekreti. Ai nuk i zgjodhi miqt nga forca, por nga dobësia. Ai bashkëpunonte me të dobtit që i duhej mbrojtje, duke i kthyer të gjithë në borxhlinë e tij. Dhe e dinte shumë mirë se borxhi politik është borxhi më i fortë në botë. Kur arriti të bëhej pasha i Janinës, ai nuk u bë thjesht sundimtar. Ai ndërtoi një shtet të brenda shtetit. Kishte administratë, ushtri, taksa, diplomaci, të gjitha funksiononin sikur Janina të ishte kryeqytet i një perëndërie me vete. Madje, diplomatët europian e quanin Luani i Janinës. Pak njerëz e dinë se Ali Pasha ishte poliglot. Fliste turqisht, greqisht, shqip dhe serbisht. Kjo e bënte të kuptonte armiqt në gjuhën e tyre. Ai ngriti një rrjet të pashëmbullt informacioni. Agentët e tij, të quajtur pistollar, shkonin në Janin, në Stamboll, nga të Pelena në Dubrovnik. Ai merrte informacion para sultanit. I kuptoni çdo të thotë kjo. Në kohën kur Europa digjej nga revolucionet, një shqiptar i vetëm në Janin kishte më shumë informacion se sa shumë qendra perandorake. Por një njeri që ngrihet as lart e ka fundin të garantuar. Në momentin që sultani e pa se Aliu nuk po i bindej më, vendosi ta eliminonte. Tradhtia erdhi nga brenda. Një pjesë e njerëzve që Aliu i kishte ushqyer, ngritur dhe bërë të pasur, u kthyen kundër tij. Në vitin 1822, pas një rrethimi të gjatë, Aliu u vra në ishurin e Janinës, por la pas një trashëgimi që nuk mund të fshihet. Vullnetin për pushtet, zgjuarsinë dhe kurajon që i ka dhënë kufit e legjendës. Nëse historia do të shkruhej pa frikë, Ali Pasha do të ishte ndër figurat më komplekse dhe më të forta që ka nxjerrë Ballkani ndonjëherë. Lexoj Hysni Baliu.